Atmosfer Bajrami me Hoxhën Bekir Alimi. Selam aleikum Hoxha. Aleikum salam. E gëzosh Bajramin live në kamerë. Edhe ju e gëzosh, Allah ka bulli vadet e kontë. Amen, amen Hoxha. Si po ndjeni pas Bajramit tash? Po është Bajrami është simbol I suksesit, I fitores, I triumfit. Individualisht, I cili besimtar me egon e tij, me epshin e tij, me pengesat dhe realizimin e planifikimeve. Edhe andaj simbolika e Bajrameve në Islam është e tillë, që Bajramet vinë mas dy proceseve të adhurimeve të mëdha dhe të rënda. Ramazani që është 29 apo 30 ditë adhurim I vazhdueshëm për çdo ditë, edhe Haxhi, që është një adhurim gjithashtu shumë I rëndë edhe I madh. E vinë Bajramet për tregu domethënë se Allah I Madhëshëm e shpërblen besimtarin për mundën sa që këtë botë, dhe normalisht ajo që e pret është edhe ndërmend. Kjo është e para, e dyta është që Bajrami ndihmon në socializimin e njerëzve mes vete. Edhe e kundërshton me të madhe atë që fatkeqësisht postmodernizmi ofron, individualizmin e skajshëm. Jo, na jemi bashk, falemi bashk, gëzojmë bashk, ja urojmë I tjetrit, I ndajmë ndjenjat, emocionet, normalisht solidarizohemi paraprakisht në imitetin duke dhënë zakatin e fitrit, fukarat kanë edhe ata më gëzu për Bajram, po janë shumë elemente dhe komponente që e potencojnë nevojën për jetesë sociale bashkë. Fëmijët I gëzojnë me dhurata Bajrami, do të varfrit me pako, do të ushqimore, nga zakati I fitrit e kështu me radhë. Në këtë formë do të insistojmë atë që fatkeqësisht sot botë e kundërta me jetu njerëzit veç e veç, edhe e treta, mendoj që është shumë rëndësishme të thonë, nuk I harrojmë domethënë besimtarët kudo që janë ata, sidomos ata besimtarë që kanë telashe dhe probleme dhe vuajtje dhe nuk kanë mundësinë me gëzu Bajramin si gëzojmë na, sidomos në Palestinë, edhe në vende tjera gjatë ku kanë njerëz të probleme telashe, na lutem Allahun e Madhëshëm që Allahu të ndihmon dhe të jap mundësi që ata të gëzojnë Bajramet pa zhurmën e bombave edhe raketave që udhën mbi kokën e tyre. Pra dhe një urime Bajrami, Allahu ka bulli ibadetet e gëzofshme shumë vite inshallah taala, duke qenë shëndosh rahat dhe të sigurt në vendet tona. Ma bën Allah, viç edhe një blitz pyetje. Ditën e gjykimit të lumturit që do të jenë, ata që do të jenë fitues të xhenetit. A është Bajrami simbolik mas 30 ditë agjerim edhe dita e gjykimit, domethënë ato të lumturit Bajram do ta kenë. Ndërkohë tham që domosdoshmë është gëzimi I parë që këtë botë dhe gëzimi është I shpërblimi që e fiton besimtari nga këto adhurime dhe nështrime të Zotit edhe ditën e llogarisë. Gjithsesi është edhe për ta kujtuar ditën e llogarisë, për shpërblimin që jep Allahu I Madhëshëm, Allahu është bujar dhe fesnik I shpërblimit I është edhe më I madh atje kur dani para madhnisë së tij, sepse aty Allahu e derdh të gjithë mëshirën e tij dhe gjithë bujarinë e fesnikën e tij inshallah. Allahu na bëft të gëzuar ditën e gjykimit. Amin, amin, gjithë inshallah. Selam aleikum.